Motiveve kryesore të kësaj fushate zgjedhore që përdor vazhdimisht kryeministri Rama në takimet me diasporën apo edhe me të rinj në vend, është ftesa për të jetuar në vendin tonë duke punuar në distancë për kompani të huaja. Ai këmbgul madje se Shqipëria është vendi i dur veçanërisht për ata që kanë zgjedhur arsimin profesional. Ekonomia rritet dhe rritet nevoja për punonjës të kualifikuar, sidomos në fushën e teknologjisë. Me aftësinë e teknologji, ti punësohesh jashtë shtetit, pa lëvizur nga shtëpia dhe merr paga që janë shumë të larta në varësi të asaj që ti ofron. Janë 17-18 vjeç që i kanë pagat sa gjithë familja bashkë, ka deklaruar kryeministri në takimin me të rinjtë në Elbasan. Në fakt, ky është një refren që ai e përdor shpesh e më shpesh. Në parim, nuk ka keq dhe kjo praktik, po ndiqet gjithnjë e më shumë pas pandemisë. Ndërkohë që ofron të jetosh në Shqipëri, dhe pagën të marrësh si një Gjerman apo Amerikan. Ka edhe disa avantazhe të veta, ndërkohë duke filluar nga izolimi. Base një parajsë për ata që janë introvert, por nuk mund të aplikohet në masë dhe cilat janë efektet nëse hedhin vështrimi më larg e më tutje, e diskutojmë sa vijon me Erila Haskën që na bashkohet nëpërmjet Skype. Faleminderit që jeni me ne, Erila. Kënaqësi. Flasim gjithmonë për këtë formë të punës së re, por cilat janë mënyrat që shteti mund t'i orientojë të rinjtë drejt kësaj mënyre? Unë mendoj edhe si një person i cili tashmë jam një person që po punoj në distancë, remotely. Një nga pjesë kryesore me të cilat unë dëgjoj është lehtësira fiskale. Domethënë lehtësira fiskale është shumë e rëndësishme, ofrimi i përfitimeve për ata që punojnë në distancë. Mendoj që ligji i ri që synonte heqjen e taksës zero ishte një gabim i madh, pasi unë dëgjova nga shumë persona që punonin në distancë në Shqipëri që donin të zhvendoseshin në Dubai apo në shtete të tjera, ku taksat përgjithsisht janë zero. Dhe mendoj që pasi kjo ndryshoi, i dha një hapësirë, do thoja unë, dhe një liri të gjithë që punojnë në distancë. Mendoj që është gjëja më e mirë që shteti mund të bëjë, duke marrë më shumë, fituar më shumë, këta persona do konsumojnë më shumë, do investojnë më shumë. Dhe vende si Estonia, India, Spanja janë vende të cilët janë shembull suksesi ku vjen puna te lehtësirat fiskale, edhe po kështu patjetër edhe Middle East dhe Dubai. Nga ana tjetër, mendoj që duhet ketë më shumë hapësira për bashkëpunim dhe networking për profesionistët e lirë. Kjo me gjithë qëllimin që shteti t'i shfrytëzojë këtë potencial duke i krijuar co-working spaces ku ata mund të shkojnë dhe të diskutojnë në projekte që ka qeveria, për shembull për inovacionin. Ka persona, si në rastin tim që po punoj me disa nga qeveritë më të avancuara ku vjen puna te inovacioni dhe mund ta japin këtë ndihmë edhe pro bono. Dhe mendoj që nuk po bëjmë mjaftueshëm për ta maksimizuar këtë potencial të këtyre punonjësve që janë në distancë. E drejtë. Erila, para se të shkojmë në detaje, a mund ta specifikojmë dot që prej fillimit se cilat janë profesionet që do të përfitonin nga kjo formë e re të punuarit? Ka disa, në fakt, do thoya që nga ju përmendët IT-n, programimi, të gjitha këto shërbimet e teknologjisë së informacionit, marketingu digital është shumë i përhapur, apo gjithë kjo industria kreative, financa, kontabiliteti po ashtu, është një industri që tashmë po bëhet shumë online, apo fintech, industria gjithmonë e lidhur dhe pak me teknologji. Asistenca virtuale apo po themi shërbimi për konsumatorët. Edhe kjo është një gjë që tashmë po bëhet madje me chatbots edhe me AI, jo më me punonjës që punojnë online. Para një kompjuter. Por gjithashtu kam parë edhe shitjet dhe konsulenca që është në shtim tashmë. Profesor, në rastin tim për shembull është konsulencë në menaxhimin e inovacionit. E drejt. Një studim ndërkohë që është bërë jo më larg se një vit më parë tregon se 53% e të rinjve janë të hapur për idenë e punësimit në distancë. A ndikon kjo dëshirë edhe në tregun e Shqipërisë? Padyshim që shumë talente do të orientohen drejt punës në distancë. Unë e kam vëre këtë edhe nga studimet, apo drejt emigrimit, siç ne e kemi parë që ka një emigrim të madh, pasi është më lehtë të shkosh në Europë tashmë se çka qenë më parë, por njëkohësisht edhe duke qenë se bota është tashmë nuk ka kufi, është globale, mund të punosh ku të duash, jo vetëm në Shqipëri, por mund të punosh nga Tajlanda për Amerikën apo nga vende që janë të ngrohta me kushte klimaterike më të mira dhe më të lira për të jetuar. Punëdhënësit shqiptar do të përballen po ashtu me këtë sfidë,
Pse? Sepse gjithmonë më shumë brezi i ri, ajo që ne quajmë gjenerata Z, ata kërkojnë më shumë stimuj financiar, më shumë stimuj dhe jo financiar përgjegjësi, më shumë trajektore më të qarta, më shumë mundësi trajnimi, zhvillimi profesional, më shumë fleksibilitet në mënyrën se si ata menaxhojnë kohën, qoftë edhe duke punuar nga shtëpia, qoftë duke punuar në mënyrë hibride, pa pasur atë kontrollin e madh që punëdhënësit shqiptar shpesh e ushtrojnë edhe mendojnë që është pjesë e mendësisë së tyre. Është e vërtet se menaxherët këtu tek ne kanë qëllim dhe detyrë parësore, ndoshta të kontrollojnë oraret, se sa punonjësi rri në zyrë, një metodë arkaike kjo që ndoshta nuk sjell produktivitet? Është e vërtet, fatkeqësisht vazhdon të ekzistojë, nuk do thoya nga të gjithë, sepse ka kompani të mëdha që, për shembull të paktën Vodafone, që e di që kanë punën hibride, për shembull punojnë disa ditë nga shtëpia dhe disa ditë nga zyra, dhe është padyshim një profesion që ti mund ta bësh shumë kollaj nga shtëpia. Megjithatë ka një pjesë kompani shumë të ndryshme, të paktën kompani me CEO shqiptar, të cilët e kanë shumë të fiksuar këtë metodën që unë duhet ta shoh çfarë bën në 8 orarshin apo 9 orarshin tim gjatë kohës së punës, që mendoj që shumë e gabuar, sepse ti duhet ta varesh vetëm te rezultatet. Pra vendosi indikator dhe rezultate me të cilët mund ta matësh produktin e punës, gjë që unë e bëj si menaxhere për shumë punonjës që janë nga Brazili, nga Kolumbia, në gjithë botën. Është e vështirë, nuk është e lehtë, padyshim, sepse ti nuk e di që çfarë ata bën gjatë gjithë kohës, por duke marrë këtu rezultat, duke vendosur sisteme monitorimi mund t'ja dalësh. Pra ka rëndësi puna dhe rezultatin dhe jo se sa orë rri përpara një kompjuteri. A ka kufizim moshe? Jo, nuk do thoya ka kufizim moshe, por padyshim që është target grupi të rinjve. Do thoya unë që është më i përshtatur drejt kësaj mënyre të re pune. Grup mosha nga 25 deri në 34 vjeç është grup mosha e të rinjve, por edhe më lart un kam parë padyshim në 40-at e tjerë, pasi janë ata mund të jenë në këtë fushën e programimit, në fushën e teknologjisë, në fushën mund të kenë një startup dhe menaxhojnë komplet online. Por padyshim tendenca e të rinjve millennials, do thoya dhe gjenerati Z, e kanë më të lehtë të përshtaten ndaj kësaj metodologjie pune. E drejt, le të bëjmë një analizë SWOT atëherë. Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e kësaj pune? Po. Për sa i përket avantazheve, ju e thatë pak më parë që ka më pak shpenzime dhe më shumë të ardhura, pasi ti merr të ardhura nga një kompani amerikane apo një kompani europiane, dhe pa diskutim nuk ka shpenzime, nuk shpenzon për të shkuar në zyrë, për të kthyer, pra ke zyrën tënde që mund ta bësh edhe në shtëpi. Nga ana tjetër, gjithë studimet tregojnë se të gjithë këta punonjës kanë produktivitet më të lartë. Ti kur je në zyrë ke shpesh dhe shpërqendrim, diskutime me kolegët, me shefin, me klient, kur ti je në distancë nga shtëpia apo kudo që ti zgjedh, je më produktiv përgjithsisht. Nga ana tjetër do thoya është një mundësi shumë e mirë për të rinj për të ekspozuar ndaj kulturave të reja, për të fituar më shumë ekspertizë, më shumë njohuri ndaj një tregu që është shumë më i madh aty jashtë, dhe ti ke mundësinë tashmë të integrohesh po ashtu si gjithë të rinjtë e tjerë në vende më të avancuara, me arsimin më të avancuar, Danimarka, Amerika apo vende të tjera, dhe ti jesh po njësoj sepse po merr të njëjtat praktika punës si ata. E drejt, mjaft interesante. Lumë ata që kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë dhe kanë zgjedhur ato profesione, nuk zgjodhen juridikun apo ekonomikun në shumicën e rasteve, sikurse ndodhte pas vitit të 2010. Faleminderit Erila Aska që ishit me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ditari nga